Ku e takojmë frymën e shenjtë? Bibla dhe Credo thot, në kishën e Krishterë, aty ku është Ungjili. Prandaj, artikulli 3 përmend, besoj në frymën e shenjtë, në kishën e shenjtë të Krishterë, bashkësinë e shenjtorëve, në faljen e mëkateve, e të tjerë, e të tjerë. Kjo nuk flet për shumë gjëra të ndryshme që ne besojmë, por shpjegon se si dhe ku vepron fryma e shenjtë. Në kishë, fryma e shenjtë vepron përmes mjeteve të jashtme. Së pari, përmes fjalës së Perëndisë, ku vetë Perëndia na flet, dhe përmes pagësimit, ku ne lindim përsëri, dhe përmes faljes, ku dëgjojmë mëkatet tua janë falur, dhe përmes darkës së Zotit, ku Krishti na jep veten për faljen e mëkateve tona. Perëndia nuk vepron në mënyrë të fshehtë, por e ka lidhur hyrjen e tij me mjete të dukshme dhe dëgjueshme. Prandaj, kisha nuk është para së gjithashtë një vend që ne zgjedhim, por një vend ku Perëndia na shërben. Aty ku është fryma, edhe aty është falja. Dhe aty ku është falja, aty është jeta dhe shpëtimi.